S'ka rahmet më të madh se sa me fut Allahu robën e tij në xhennet. La ilaha illallah. Pra to është fundi. S'lyp më kur gjë. Edhe më thonë apo do të çka ato Zoti jam me çka më dashmo. Se çka s'na vete, çka nuk na vete neve, që më lypni ende diçka. Vërtet ajo futje e tyre në rahmetin e Zotit, në xhenetin e Zotit, është një fitore. El fawz është fitore nga dhënia. El mubin e qartë, e madhe. S'ka fitore më të madhe, s'ka shpëtim më të madh, s'ka begati më të madh, s'ka dhurat më të madh. Zoti i tyre i fut ata besimtarët që kanë besuar drejt, kanë punuar punë të mira fi rahmeti, në rahmetin e vet. Në kuptim të ngushtë në xhenet. Në kuptim të gjamë përfshin çdo rahmet të Zotit. Çdo rahmet të Allahut azza wa jalla pas rahmetit të dunjas, i cili përfshin të gjithë njerëzit, këto fjala është për rahmetin e ahiretit. Rahmeti Allahut është merrin gjallë robët e tij me fytyra të ndriçuara. Rahmeti Allahut i madh është ata njerëz me i qetësuar nga ajo frigët merri madhe asaj dite të madhe. Rahmeti madh i Allahut azza wa jall është me udhëruar librin nga dora e djathtë e jo nga dora e majt. Rahmeti madh i Allahut për robët e tij është me lehtësue llogarin kur që matën ju peshohen veprat robëve të tij. Rahmeti madh i Allahut është me mundësu muslimanëve me pije ujë nga kroji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo ata besimtarë të tjerë nga pejgamberët e tyre, krojët e pejgamberëve të tyre që kanë qenë më herët. Rahmeti madh i Allahut azza wa jall është mja forcua robit kamp mbi urën e siratit, që është pika finale dhe fundit mes xhenetit dhe mes xhehenemit, ai i cili ka lënë atë ka shpëtuar përjetësisht nga dënimi, vuajtja nga xhehenemi, ndërsa i cili nuk e ka lënë atë i miri për shpirtin e vet. Rahmeti madh i Allahut, rahmeti madh i Allahut dhe i fundit, fundja e tij në xhenet. S'ka rahmet më të madh. S'ka rahmet më të madh se sa me fut Allahu robën e tij në xhenet. La ilaha illallah. Pra to është fundi. Është fundi. S'lyp më kur gjë. Edhe me thonë apo dëndë çka ato Zoti jam me çka më dashmo. Se çka s'na vete, çka nuk na vete neve, që më lypni ende diçka. La ilaha illallah. Dhalika huwa al-fawz al-mubin. Për ata thot fund ajetit, vërtet kjo apo ajo futje e tyre në rahmetin e Zotit, në xhenetin e Zotit, është një fitore. El-fawz është fitore nga dhënia. El-mubin e qartë, e madhe. S'ka fitore më të madhe, s'ka shpëtim më të madh, s'ka begati më të madh, s'ka dhurat më të madhe. Vërtet fitore e madhe. Lima i lumit që li fiton këtë fitore. Ai është fitimtar i vërtet. Ai është shpëtimtar i vërtet. Ndërsa këta fitues të kësaj dynjaje, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ili ma ilumi të cilin Allah e fut në rahmetin e tina, në gjenetin e tina.